Kemi disa ditë që presim që gjykata e posaçme të japë një vendim lidhur me dosjen e ish-kryeministit Berisha. Pse mendoni se ka vonesë? Atë që ka bërë deri dhe ditët e kaluara. Nuk do bëj gjë tjetër. Mos prisni që këta të dënojnë njëri tjetrin. Atë që ka bërë dhe deri pardje. Kanë të 6 muaj, 7 muaj që po i shtyjnë me procedurë, jo së është ai, jo së është ky, jo mungon X, mungon Y, jo ato që bëjnë që kur duan t'i mbulojnë. Siç vepruan me dosjen e rrugës Kombit me Lulushin. E shtyjnë me procedurë, sa kaluan afatet. Pra, unë nuk pres gjë. Ndonjë mrekulli mund të ndodhë, po që të pres gjë në kushte normale, jo. Lloj hetimi ose po themi shkruajë më tej procedimi ose edhe për ti vënë në pranga. Mendoni që kjo është një pauzë elektorale apo është ndoshta një kthim kursi i SPAK-ut në drejtim të politikës? Fatkeqësisht mendimi im rëndon nga kjo e dyta. Se s'ka lidhje me pauzën elektorale. Askush nuk e pengon prokurorin t'jap urdhër të arrestohen njerëz që kanë bërë pushtetar të lartë që kanë vjedhur, kanë grabitur parat e popullit, parat e shqiptarëve. Nuk do shkojmë më larg. Shkoj për një kryetaruc bashkie, Tërmet Peçi të Pelenës, ish kryetar bashkie Tërmet Peçi. Ka dalë afera nga më të ndryshme, deri në 70 milion euro. Me SPAK-u rribën se ish. Hajde, nuk po them për Belindën, se mbase sa arrin do deri aty Dumani, te Belinda, po Tërmet Peçin do ta arrestonte SSB, se janë të provuara. Dolën në media, janë dokumentat, kanë provat, kanë fatura, kanë gjithçka. Pra, nuk e di se s'po ndodh. Kush e ka frenuar veprimin e SPAK-ut, se u nis me shumë zhurmë, shumë bujë, madje u bënde arrestime, u arrestua Ilir Meta është brenda, Velia është brenda, ndërsa me Sali Berishën vinë vërdallë. Qa kanë që vinë vërdallë? Ku ka mbështetje Sali Berisha që këta i vinë vërdallë? Ndoshta nga kontrata e lobimit që bëri 6 milion euro. Ajo është fakti më flagrant për ta arrestuar. Ku dolën parat? Nga i gjetën? I dha nga shqiptarët në Amerikë. O zotëri, ose arreston se ka bërë krime, ka bërë vjedhje, ka bërë shkele ligji, ose mos u merr me të. Dhe ka bërë ashtu krime, ka bërë shkelje, po ja do ta shikojmë se nuk do ajo gjyqtarja. Ku ka këtu mund, se kjo gjyqtarja që s'dash ka të zbatoj ligjin. Ku është inspektori i lartë i drejtësisë? Ku është këshilli i lartë gjyqësor? Avokat, gjyqi është procedurë, në momentin që të... Shkarkoje për tjetëri, se ti e shekje po tallet. Ti e shikoj që po tallet. E ke ndorë kur do është t'ja heqës që shështë nga dora. Ti po thua që mund t'jetë një lloj marrëveshje që ky të shtyhet pas zgjedhjeve? Të tëra opsionet ekzistojnë. Kush është më afër mundshmesh? Një marrëveshje e mundshme. Po mbas zgjedhjeve nuk do bëjnë dot gjë, se janë me imunitet atë pastaj. Avokat, ne kemi folur bashkë ka disa muaj që bëjmë intervista, flasim, diskutojmë, analizojmë. Dhe keni qenë ndër të parët që keni pasur shumë besim te SPAK-u që thoni. E kam humbur besimin. E kam humbur. Dhe nuk është rasti i parë që ne zgënjehemi ne shqiptarët. Kush është ajo goditje që do a rikthejnë përsëri besimin? Pra goditja di cila do ishte? Ti them unë, që se duan të godasin me të vërtet. Të mos e akuzojnë Sali Berishën për aferën e ambientit të klubit Partizani. Të arrestojnë Berishën për ato që janë bërë krime të dukshme, që janë flagrante, që bëjnë mu, janë shkatëruar e gjithë industria mekanike e Shqipërisë. Pa përjashtim. Nuk prodhet një gojë sot. Një gojë nuk prodhen dot. Që me qëra lafi kishim uzinë në gojëve në Kavaj, gojë bullonëve, e fillova nga me vogla.
ku janë, ku shjep llogari, pse s'kërkon llogari, këta të spakut, pse nuk e fillojnë që këtej kërkesën e llogarisë dhe akuzat dhe inventarin e industrisë. Avokatët to akuza janë parashkruar tashmë. Vjedhje pronës është parashkruar, po mirë, po i parashkruar dhe ti parashkruaj. 40 vjet, 50 vjet, 30 vjet. Jo, zotëri. 91, 92, Po, 97. në 91, po, ku janë personat që ishin përgjegjës që më nuk e kanë quar, dalë 1 minutë. Pas ke vjendur thesalin e speditiu parashkrua. Prandaj është parashkruar dhe Floriri Lirmetës, që më në kështu? Jo, zotëri, vjedhja nuk parashkruhet. Ose është shumë e vështirë për të dokumentuar. Është fare e lehtë. Më vur mua kontroll revizor të tyre inventarizues të shohë si nxjerr më njëherë për 1 muaj, që të jap me emër me mbiemër kush i ka qitur, kush i ka marrë, ku ka shkuar. Jo, ka dokumenta për atë. Avokat, le të themi pak te lobimi, kontrata e lobimit për $6 milion që Partia Demokratike është përfitues fundor i shërbimit të një marrëveshje të lidhur mes një organizate, po themi, amerikane me të drejtuar nga shqiptarë amerikanë dhe një kompanie lobimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës që thuhet që është shumë afër presidentit Donald Trump. E para kjo. E dyta, Dale ta zëmë e para një. po. Përse bëhet lobimi? Lobimi bëhet që të ndërgjegjësohet administrata e presidentit Trump Po? lidhur me situatën në Shqipëri. Pakën ky është qëllimi i kontratës. Çfarë situate? Sepse, sipas arsyetimit të Partisë Demokratike, këtu ka vite që përmes lobimeve të ndryshme që kanë qenë shumë afër kryeministit Rama, situata është përcjellë në administratën Trump, jo ashtu siç është në fakt. Kanë ndonjë provë për këtë? Jo. S'ka provë. Është shpallje non grata e Berishës sipas tyre, që është bërë mbi Po ç'pun ka Partia Demokratike me Berisë, ç'pun ka personi me partinë, ç'bëni kështu? Sepse kryetari më avokat. Po qoftë me shëndetore. Pse se ka vjedhur kryetari do përgjigjet gjithë. Edhe ai antari thjesht Partisë Demokratike që është këtu në pallatin tim. Ç'është kjo? Ç'do të thënë kjo? Jo më jo. E bëjnë këtë, e veshin krimin, ja veshin gjithë partisë që do me thënë e ka bërë Partia Demokratike, krimin se ka bërë Berisha. Nuk e përvetsoj Partia Demokratike klubin Partizani Zotëri. E përvetsoj Berisha me të titë. Ai të përgjigjet. Nuk ishte Berisha fajtor që plasi Gërdesi, Zotëri. Ajo, nuk ishte Partia Demokratike që shpërtheu Gërdesi. Ishte Ministri Mbrojtjes, shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë, ka në emra njerëzit. Jo, nuk duan t'i bëj. Unë shoh një gjë, qofsha e gabuar. Këtu lufta më e madhe dhe bllokimi më i madh bëhet nga rivaliteti dhe nga lufta midis Rusisë dhe Amerikës. Është çështje interesash. Shkurt, le të më thonë çfarë do ndash me mbrasin këtu. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri një kthes të papritur te sa po vizitonte Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku tha u sëmur dhe nuk arriti të takonte presidentin Donald Trump. Mediat në Serbi po flasin që ka qenë pikërisht shefi e kabinetit presidentit Trump, i cili nuk ka lejuar presidentin Vučić që të takojë Trumpin. Shefi i kabinetit për dinin tuaj është edhe, po themi indirekt, vajza e shefes kabinetit presidentit Trump, është edhe ndër drejtuesit e kompanisë së lobimit që ka kontraktuar Partia Demokratike. A mendohet që në një të ardhme, duke pasur dhe këto lidhje, mund t'i ndodhë një gjë ngjashme edhe Edi Ramës që të mos pritet nga Donald Trump? Kjo që thoni ju do të ishte një korrupsion i pa fytyrë në administratën amerikane, gjë të cilën unë nuk e besoj. Nuk duhet të jetë kështu. Dhe nuk mund të jetë kështu. Presidenti Trump ka filluar dhe po vazhdon luftën kundër globalistëve. Dhe nga informacionet që vijnë, që marrim, që lexojmë në atë portalin Telegram, shikojmë që atje vazhdon një luftë e heshtur, pa zhurmë, pa bujë, por që po arrestohen të tërë kriminalët që deshën të krijonin një katastrofë botërore, planetare. Dhe
çfarëdo që të bëjnë këta, sido që të përpiqen, kthimi, largimi i Vučićit nga ku ishte nisur për të takuar presidentin Trump, i vërteton të tëra këto që them unë. Vučići me shok dhe Rama janë me globalistët e Sorosit, janë krijesat Sorosit. Presidenti Trump i ka shpallur luftë Sorosit dhe është një luftë po vazhdon, nuk është nevoja që t'i japin mediat, se mediat i kanë të tërë këta të majtët. Se media u kanë betur tani. Parat u kanë marrë, pronat u kanë marrë, janë arrestuar një pjesë e madhe e atyre kriminelëve të Kabalës, kështu që realiteti është që po bëhet luftë e ashpër midis globalistëve dhe konservatorëve. Avokat, sot është e hënë, të dilën janë zgjedhjet. A kemi ende shpresa që mund formohet një qeveri teknike dhe zgjedhjet mos mbahen? Do pres deri ditën e shtunë. Atë shpresë do ta mbaj deri ditën e shtunë. Besoni deri shtunën që Kam shpresë. Kam shpresë. Kam shpresë dhe besoj se do bëhet. Nuk e di. Se nuk vendos unë, nuk më pyet njeri. As ty s'pyet njeri. Edhe gazetarët, ata që janë afër qendrave vendimarrëse, dhe ata nuk kanë asnjë informacion, nuk dinë gjë. Nuk u thuhet gjë. Ani se ku do vej puna, një zot e di. Avokat, nëse zgjedhjet mbahen dhe do jetë një fitues. Ose Berisha do jetë kryeministri i ardhshëm ose Rama. Po themi se janë dy partitë më të mëdha. Çfarë t'jen? Të dielën nëse mbahet zgjedhjet, Po? njëri nga këta dy do jetë kryeminist, ose Berisha ose Rama. Pasi të bëhet njëri nga këta kryeministër, a do shpresojmë ende për zgjedhje Mirë ky vend. parakoshme? Mirë ky vend. Mirë Shqipëria. Po ndodhi ajo që thua ti, mirë Shqipëria. Atëherë Shqipëria varroset përfundimisht çështja shqiptare. Po unë besoj që nuk do ta lënë të bëhet kjo gjë, nuk do lejohet të bëhet kjo gjë. Dhe besoj që të dy do futen brenda. Edi Rama të arrestohet dhe bashkë me Salihun të arrestohen në Venburg. Sepse edhe të zgjedhjet të mos bëhet dhe të krijohet qeveri teknike. Unë këtë besoj. Dhe praktikisht kjo duhet bërë, se s'ka zgjidhje tjetër. Po s'u bë atëherë mirë neve thash. Avokat, shumë faleminderit për kohën. Lutem.